përgëzoj popullin shqiptar. Përzgjedhjet parlamentare. Popullin shqiptar. Tani, çfarë sugjerimi kam unë këtu për ju? Merë lexoni të gjithë deklaratat e mëparshme të asaj ambasade për zgjedhjet, për ta kuptuar më mirë se cili ishte thelbi i deklaratës. Se cili ishte thelbi i deklaratës. Kjo është përgjigjja ime. Lexoni ato të vitit 2021 si kanë qenë. Ju si e keni lexuar? Lexoni vitin 2021. Lexoni pak disa nga deklaratat e sekretarit Rubio për zgjedhje në vendet ndryshme të botës. Direkt të sekretarit. Dhe do kuptoni mirë se ç'përfaqëson ajo që ju e quheni urim për Edi Ramën. Jo, nuk e quajta urim për Edi Ramën. Do me thënë. Quajta për zgjedhjet. Jo, edhe ju më citoni sa. Do me thënë, jo zgjedhjet. Pa urojnë shqiptarët, kaq. Kështu e kuptoj unë. Aty urojnë shqiptarët. Por nuk pretendohet as për farsë elektorale, as për një zgjedhje. Urojnë shqiptarët, nuk mohohet as nuk pohohet farsa. Sigurisht, prit. Këtu ka një gjë. Ja u them unë ju. Ne që denoncojmë, çdo ditë njihemi me prova të reja, fakte të reja. Ne vetë. Sepse nuk mund t'i analizosh që të gjitha në një kohë. Dhe po i marrim dhe po e u paraqesim. Kështu që është shumë normale ata të cilët nuk duan të paragjykojnë pritet raporti përfundimtar. Ky është rregulli. Por ne kemi ndryshuar dhe raportet ndërkombëtare. Ne jemi ata ja kemi dalë. Ne bëjmë pamundur të mundur. Në vitin 2001 erdhen urimet më të përzemërta nga gjithë bota. Po ato ranë për tokë. Pa fakteve të vërtetave që paraqitëm ne, sepse sigurisht institucionet ndërkombëtare janë të interesuar për zgjedhjet tjera, jo për farsa.